Nuk di flas me fjalë të ndaja. Unë me thonë drejtën. Këtë drejtim se kam të. Këtë ditë i kam lënë çik anash punët e mia dhe lojën time dhe njerëz të mi, thjesht për ta arritur me të kuptu ty se ç'a do nga unë ose unë ç'a do nga ty. Apo jo? Ta dhuni kom marrë përgjigje. Unë e di që... Nuk këm duhet më shumë kohë. Okej. Njerë thua që është shpejt, njerë nuk e di. Po ka njës shpejt. Do shta nisi mrapsh. Ku do ndalesh me këtë që thuam? Unë i kom përgjigje, ty të Qa duhet përgjigje kohë. ke? Apo ja. Unë s'kom Edhe unë kam përgjigjet e mia. Po s'po më jep pra, po më thua thjesht. Thash, nuk e di sa po dëgjon. Te fjalët që them. Po dëgjoj në çdo fjalë që thuam. Po ti nuk po thua si gjë. Unë do ta mbyll kur ta them. Muhabetin, dhe vej vullën si më thon. Thash, pëlqim po, interesim po, edhe për më shumë po. Kjo është realiteti nga ana ime, nuk Kjo është diçka teorike që kërkon çdo kush edhe nga shoqëria, edhe domethënë çdo gjë që domethënë ti nuk ke evolu fare në këtë gjë që 5-6 ditë dhe është gjithçka një lojë e jotja. Jo, s'ka lidhje me lojën. Këtë nuk ma heq dot nga mendja. Nuk di të shprehem ndryshe. Nuk ma ke bë qefin fare, me thënë drejtën as tani, pavarësisht se që ke bë dhe shumë e bukur. Edhe je një gocë shumë e mirë, komplimente. Je një gocë e fort, inshallah të beko Zotin rrugën tënde, me gjithat mirat e botës. Po kur nuk ke një vizion për ne të dy, aty shuhet çdo gjë për mua. Nuk e kupton pjesën që thash? Unë e kuptoj shumë mirë çdo gjë. Nuk e kupton. Thjesht po mundohem që jem sa më i sakt. Mos të lëndoj as ty, as vetën dhe as Çfarë kuptimi e ke fjalën ti vizion? Ti e kupton çfarë do thotë fjala vizion? Po. Çfarë është fjala vizion? Kur ke dikën në krah dhe shef për shumë gjatë dhe shef të krijohet diçka e bukur. Të thash edhe unë. Po pra, po ti kjo që po thu ti është një dashuri artificiale dhe unë po flas për dashuri të vërteta. Janë dy lloj dashurisë. Çdo kush e ka mënyrën e vet shprehurit. Po më shpreh, po s'u shpreh me këtë shprehësh me kamerat. Nuk më kupton. Kjo është mënyra ime të shprehurit. Nuk di të flas shumë në mënyrë filozofike, thjesht e di që ndjej shumë dhe shoh për shumë, kaq di them. Edhe fjala që unë them që e shoh për më shumë, automatik ku shef, qa shef? Marrëdhënie më të konsoliduar, më përpara, për me kriju gjëra më shumë, për më interesu më shumë për njëri tjetrin, edhe për më shku nivel tjetër. Më shih mua, më shih Vanese, nuk jetu lexu libra, më shih mua dhe fol me mua me zemër, me pastërti. Domethënë gjithë këtë ditë nuk je fokusuar fare tek unë, pavarësisht se ke qenë tek unë, nuk je fokusuar fare se as nuk e di akoma më kë ke të bësh. M'duket. Unë thjesht nuk du t'jem bad boy, du t'jem good boy në lidhje me këtë gjën, sepse është diçka për t'u trajtuar siç duhet. Apo ja. Me respekt. Në fillim. Të bën shumë vështirë situatën. Ke diçka të thuash? Pa që nevoja me u bëhe vështirë. Të bën shumë vështirë situatën, pa që nevoja me u bëhe vështirë. Okej, ne ta kam thënë pjesën që jam me emocion real. Po edhe në real jemi, nuk jemi kukulla. Nuk jam me emocion fake, edhe nuk jam thjesht për me emocione reale. Po të flas realitetin tim, apo flisnim për ne dy. Nuk më intereson pjesa tjetër. Ta shumë mirë që e ndjej shumë fort, edhe shoh për më tutjen, kuptimin për më shumë. Si marrëdhënie. Me mendjen tate, apo? Me atë që unë ndjej. Mund ke fund llogari se si jam unë si njeri? Po me atë se kur unë i mendoj këta gjëra, për me ty do të... Po çfarë pëlqet tek unë pra, ma thuaj? Se po më duket se po ta përsëris disa herë. Po nuk di ta shpjegoj me detaje, thjesht çdo gjë që bën ti më pëlqen. Okej, thjesht ke qef. Si mirë edhe në keq. Domethënë kjo gjithçka është që po ndodh këtu mes nesh, u shoh thjesht që ty ta do bytha, jo zemra. Jo. Apo jo. Po kështu pra po thuti. Kështu them unë, thu me dy fjalë. Dhe pastaj se si jam unë dhe si mendoj unë, ty s'po t'intereso fare. Unë ka interesu shumë me ditë mendimin tatë. Realisht. Apo kupton? Tani, përderisa them që më pëlqen çdo gjë, kjo do thotë çfarë gjëje pra ma thuaj 2-3 gjëna. Çfarë të pëlqen tek unë? Ti hapim i çik, ti heqim dorezat nga dora dhe folim realisht, ashtu siç është. Nuk
di ta shpjegoj mirë me detaja, thash. Pjesa që qof si mashkull të fort, po. Po. Mu kaq më intereson nga një mashkull. A është mashkull i fort? Ah, Që dim ti përballet Për jetës. mendimin tim ke plot Njëra nga meshkuj, pikat. unë jam i veçantë në llojin tim. Njëra nga Meshkuj ke pikat. sa dush, mund gjesh këtë dush, kur të dush. Pjesa e modestisë, pjesa e sportivitetit, pjesa që e shef jetën shumë bukur, Marca kam kuptuar nga Ora muhabetet. unë e kam Dhe pjesa mbi të gjitha e kom energjisë që luftu që ndjet. të krijoj A këtë do jetë. ndëgjosh mu? Po, I kam dëgju këta fjalë vazhdimisht. cila? Dhe jo vetëm se i kam dëgju, por edhe po e shoh tek ty. Okay. Përveç gjithave, mbi gjitha pikat me i tek, unë e vendos pjesa që unë e ndjej energjinë edhe pëlqimin. Kjo është, se siç the edhe ti, mund ketë edhe meshkuj të tjerë që janë karakterit fort, janë sportiv, janë spontan, din me shiju jetën, din edhe të jenë të fort, edhe për teren, edhe për punë, edhe për gjëra, po puna është a ekziston energjia, pëlqimi, kimia, edhe unë këtë gjë e ndjej. Do të përveç këtyre gjërave që unë i pres nga një mashkull, unë e ndjej edhe pjesën e energjisë, edhe klikimit. Edhe ti mendon që e ke këtë kimi me mu? Çfarë pyetje duke bërë? Po Sa sepse po ta kimia thash? është kur ti do edhe unë du, ti akoma nuk më ke pyet mu për një gjë, si mund të arrish në konkluzione? Këtë që kuptoj. Sepse të dëgjoj në çdo gjë që flet dhe të shoh në çdo gjë që vepron. Ore bash çka kemi fol deri në këtë moment. Më thuaj. Në çfarë kuptimi çfarë kemi fol bashkë në këtë Për moment? këtë gjën që po krijojmë, kjo se s'di t'ja vej as dot as emrin se çfarë gjëje është. Apo kupton, edhe nuk du të regohem i keq ose qa emri ve kësaj gjës tonë? Gjëjes tek ty apo gjëjes tek Gjës ne? tonë që po ne deri në këto momente, ku mendon ti se jemi? Unë me thënë të drejtën, unë ja kom nisë me shumë pozitivitet, me shumë sportivitet kësaj Edhe unë. gjës tonë. Apo Besoj se e ke pa. Por unë nuk jam pengi një nate. Edhe unë këtë, përderisa të thash që e shoh për më Nuk gjatë, dihem fare i detyruar të kem diçka ndaj teje, kur ti nuk më jep energjinë që duhet. Më apo kupton? thotë që s'kam dhënë energji? Kurse Unë po të nga them- ana tjetër, Unë po të them se edhe flirtimi nuk është aty ku duhet. pse s'është As aty ku duhet? dëshira nuk është aty ku duhet, është thjesht një lojë mendje. Që ti po e luan, por edhe mendja të ka humbur tani në buzë. Nuk është e vërtetë. Çfarë është pra ma thuaj? Ta thash. Edhe Se unë çfarë nuk është? gabohem, këtë me Dis- beso. Këtu po gabon shumë rënd. Au, unë s'gabohem rënd për vendimet që marr. Rënd. Çfarë do më eksaktësisht dish nga unë? S'po e kuptoj. Se më duket sikur po i rretullosh një Kishe muhabeti që 10 s'po e ditë kuptoj. kohë, kishe 10 ditë kohë për të më dhënë atë. Ose për të 10 më ditë pyet, kohë? nëse nuk je sigurt në diçka. Unë jam shumë e sigurt. Po si Dhe nuk unë që ke fokusin e sigurt kam- në gjërat me mendjen time, do me thonë, pse e ka që sigurt me mua nuk e kuptoj. Sepse e ndjej. Çfarë ndjen? E ndjej sigurinë. Si e ndjen sigurinë? Nuk e di, thjesht më vjen për brenda, e O ndjej. zemra, Nuk mu di më ta dhënë shpjegoj me gjithë fjalë. botën, unë kur nuk e kam vibe-in, unë nuk të du. Si që ke ka që sigurt tek unë, pa ditë mendimin tim. Këtë që kuptoj unë. Apo thjesht i ke një vallë tani dhe paktën kur e merr një vallë, ke vënë re hap mas hapi, i mëson. Ne kemi 10 ditë, se kemi njëkën në tjetër hap mas hapi dhe s'kemi mësua si gjë. Apo kupton? Ti akoma nuk din asnjë gjë për mua, kush jam unë. Ase si jam unë, Kam as çfarë dëgjuar pëlqej muhabetet unë. e tuaja për punët, Ke kam dëgjuar dëgju. muhabetet dhe të kam Ato i pyet. din gjithë, ajo nuk, ore po Unë them nuk i diçka për dija. mua. Po nuk i diçka dija për pra? mua. Po tani ti je interesuar për atë që bëj unë apo për kush jam unë? Familja, punët dhe se kush je Nuk e ti njeh si ti karakter, familjen time. po të kam pyet pra. Kur më ke pyet Disa për familjen? përgjigjem ke thënë s'flas. Kam pyet për mamin, për babin, për motrën, për vllajin, për djalin. Këtë tema ti kom hap unë. Ti kam pyet unë. Çfarë mban mend ti nga këtë temë? Për mamin, për babin, Çfarë ti për jetën e mamin tyre. tim? Se na fiksove. Po vetëm pak fjalë, nuk di shumë detaje të ndaja, se aq ke fol, edhe unë Ore, nuk du me të bë mam, presion bab, vlla, flasësh motër më kemi shumë. gjithë.
Kupto, mam, bab, vlla, motë kemi gjithë, sikur ke ti, sikur kanë tjerët. Po çfarë din ti diçka më shumë? Ti nuk ke pranuar që të flasësh më shumë për jetën tënde. Edhe kjo është shumë realitet. Po. Nuk mund të flasësh për disa gjëra, tani kjo ka ndodhur, unë kam pyet edhe s'ke fol. Kam pyet përgjithësi për gjërat dhe s'ke fol, e bllokon bisedimin edhe nuk kam dash me të pyet më shumë, se kam menduar që ndoshta nuk do të flasësh për shumë gjëra këtu në reality show. Se kam mendu pale çfarë problemesh mund ketë, pale çfarë të vërtetat mund ketë që nuk do t'i nxjerrësh publikisht dhe e kam dalë. Dhe e kam lënë që me kalimin e kohës me pa më shumë karakterin tënd. Edhe sikur me pa unë këtu karakterin tënd me kalimin e kohës, prap nuk mund ta di 100% shkaku se s'jemi një jetë reale, jemi në kufizim këtu. Ti mund të flasësh çdo gjë për veten tënde këtu dhe prap i besoj se e ndjej për ta besu fjalët. Nuk di çfarë të flas më shumë. Kjo është ajo që dua të them. A ka kupton? Unë më vjen shumë keq. Për çfarë? Për këtë gjë që po më thua dhe nuk duhet të jem fare pjesë e kësaj gjëje. E kuj gjëje? Sepse unë kam nda këtu momente të mijat edhe me publikun në maksimum dhe po më vjen shumë keq që ti po ma thu këtë fjalë mu. Po pse më vjen keq se Po, se më vjen shumë keq. Ti tani më duke se i ke harru gjithë bisedimet tona. Unë s'kom harru asnjë gjë. Unë thjesht nuk du me të bezdi, se mendoj që mund Nuk kemi kesh... bisedu, bashkë kena vepru. Edhe kena bisedu. Qa kena bisedu? Me djalin ta hapa unë temen për djalin tim, mbrëm Kam me pyet vash. edhe vetë, jo vetëm mbrëm, kam pyet edhe ditët e para, edhe në fillim. Po e mbaj mend që ti kanë bërë këta biseda, po si mbaj mend eksaktësisht Anyway, po tani se duket kam shumë e harru. lodhshme kjo gjëja. Shumë e lodhshme. Ti do me më kapë mu, si kur unë... Jo, nuk... I don't give a fuck. Okay? I don't care anymore. U përpiqem që ta them sa me kulturë dhe edukat, që mos të ndihesh ti keq, po paktën të arrish ta kuptosh edhe me mendjen tate, sepse nuk është ashtu siç e mendon ti. Këtë po përpiqem të them. A më kupton? Dhe unë nuk i detyrohem as kujt asgjë, sikur ti nuk i detyrohesh as kujt asgjë. Ndoshta ti ke detyrime tjera, unë s'kam asnjë lloj detyrimi, unë jam shumë i lirë dhe shumë i pastër në veprimet e mia. Unë kam folur për familjen time edhe me fermerët e tjerë këtu. Pa asnjë lloj, unë nuk kam asnjë lloj të keqe dhe asnjë lloj sekreti me më qef. Që ti po më thu mu, unë s'pas kom dash me fol, unë kom dhënë përgjigje gjithve kush më ka pyet për babën tim, për nonën time, për vllajën tim, për çdo gjë timen. Unë jam tregu shumë i pastër biles, edhe shumë i çiltër, se nuk kam asnjë gjë të keqe me më qef. Dhe ti tani po më thua se unë s'pas kam dash me fol. Dhe po më vjen shumë keq që ti as nuk e vlerësoj këherë se kush jam unë. Unë po të vlerësoj edhe po të mbi vlerësoj ty.